unë si qytetari i këtij vendi, si intelektuali i këtij vendi, si shqiptar me të gjitha, sa të mundem shumë sinqerisht, do t'ju mbështes dhe jam me ju. E kam thënë disa herë në fakt këtë ditë që nafta, kromi, bakri, eku nikeli, gjithçka uji janë pasuri kombëtare. Dhe si pasuri kombëtare duhet i shërbejnë natyrshëm zhvillimit të vendit apo. Dhe unë sari do ta kuptoj se si gjitha këto pasuri kombëtare në fakt nuk po shkojnë për zhvillimin e vendit. Nuk po shkojnë për rritjen e mirëqenies ekonomike të qytetarëve të vendit, se ky është problemi. Tani nuk mundet të jetë zonat më të pasura në fakt, po themi Bulqiza, apo Mirdita, apo vim këtu në këtë zonë me naftë janë më të varfrat. Dhe këtu sigurisht të gjithë jemi dakord që nuk ka lidhje me ngjyra politike. Kjo ka lidhje me diçka prandaj nisa nga pasuri kombëtare. Ka lidhje me faktin e ekonomisë së gjithë secilit prej jush. Thash unë si qytetari i këtij vendi ju mbështes me zemër dhe do përpiqem sa të mundem ta ngre zërin për ju. Sepse duhet vërtet që njerëzit e ndershëm të vendi, naftëtar, minator, punëtor, të kenë mbështetje.